Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në vendin tonë të takimit. Në këtë video ne do t'japim 3 mesazhe intuitive që kanë lidhje përsëri me hënën e re në peshore. Ne kemi postuar një video përpara kësaj, nëse dëshironi, gjithashtu mund ta vendos linkun në këtë video nëse dëshironi ta dëgjoni. Por duke qenë se kjo video e hënës së re shkoi pak gjatë dhe duke qenë se unë ndjeva e udhëzuar që të bëj një video shtesë në lidhje me mesazhe intuitive, kështu lindi ideja për të bërë këtë video. Që në fakt e shoh shumë të vyer si një ushtrim që t'ju ndihmoj ju të dëgjoni më tepër intuitën tuaj. Sepse marr mesazhe të shumta nga individë të cilët kërkojnë të dëgjojnë intuitën dhe nuk dinë si ta dallojnë intuitën nga mendja dhe nga mendimet të ndryshme që vinë në mendjen e tyre. Dhe më lejoni t'ju them që në fillim mund të jetë pak e vështirë. Por ndjej të arsyeshme dhe e ndjej vërtet shumë që ky ushtrim që ne do t'japim dhe që e kemi provuar dhe më përpara, do t'ju ndihmoj vërtet shumë që ju të mund të bëni një diferencë ndërmjet intuitës dhe mendimeve që mund të vinë në mendjen tuaj. Për shembull, si mund të veproni? Nëse ne japim këto 3 simbole, cili ju tërhoqë i pari? Pra cili ju e ndjeni të parin që keni një lidhje apo që ka një mesazh për ju? Kjo është intuita që flet. Dhe më pas mendja mund të hyjë, mendime të shumta mund të vinë që më pëlqen dhe ky simboli tjetër, po dhe ky më pëlqen, po ndoshta edhe ky mund të ketë një mesazh për mua, ndoshta. Por ai që erdhi i pari në mendjen tuaj është intuita që flet. Dhe mund të ndodhë që për shembull të treja grupet mund të kenë një mesazh për ju dhe jo më kot ju jeni drejtuar tek të treja grupet. Por në shumicën e rasteve, nëse ju nuk e dëgjoni dot intuitën, sepse intuita mund t'ju uzojë të treja grupet, por nëse ju nuk e dëgjoni dot intuitën që ju ka drejtuar tek ky grup, por mendimet ju drejtojnë tek të gjitha apo dhe tek një tjetër, ju sugjeroj shumë t'i dëgjoni të treja grupet dhe të shikoni se cili mesazh apo cili grup rezonon më shumë me ju. Dhe kështu do të kuptoni, duke mbajtur në mend me intuitën tuaj apo atë instinktin e parë ku u drejtuat në fillim, duke e mbajtur në mend, ju do të kuptoni se vërtet intuita ju ka drejtuar në mesazhin që rezonon më shumë me ju. Dhe nëse intuita ju ka drejtuar te të treja grupet, përsëri intuita dëshiron që t'ju jap një mesazh tek të treja. Kështu që ky mund të jetë një ushtrim shumë i mirë për ju, do të shumë të dija se si do të funksionojë për ju dhe nëse keni pyetje përsëri, dhe nëse ju pëlqejnë këto teknika, mund të bëjmë kreative dhe të zhvilloj ndoshta edhe teknika të tjera apo të shikoj se si mund të gjej disa mënyra që t'ju ndihmoj të dëgjoni intuitën tuaj. Duke filluar me shenjat. Tani është momenti që ju të dëgjoni intuitën. Pra do t'i japim të treja simbolet dhe më pas ju do të dëgjoni intuitën, por mund t'i dëgjoni të treja si të dëshironi ju, që ta kuptoni vërtet intuitën tuaj. Ajo që unë uzova të bëj si simbol dhe që në fakt pash ishte peshorja, një gjethe dhe një stilolaps, por nga këta stilolapsat antik apo të vjetër si pen që shkruajnë boj, që ka dhe pupla në fundin e tij. Pra këto janë simbolet, cili ju tërhoqin më tepër. Peshorja, një gjethe dhe një stilolaps pen nga këta antikët e vjetër që janë përdorur dikur. Ju sugjeroj që të merrni një frymarrje të thellë dhe thjesht të lejoni intuitën të flasë. Është vërtet shumë e rëndësishme. Shpresoj që ta keni zgjedhur grupin tuaj dhe le të shikojmë tani më mesazhet për secilin grup. Në lidhje me peshorën. Edhe vetë lidhur nga fakti që kemi të bëjmë një peshore, por edhe nga fakti që hëna e re ishte në peshore, dhe lidhur dhe me gjithë energjinë e këtij muaji tetor që në fakt ka patur si temë kryesore me gërma të mëdha fjalën balans, kjo shenjë simbolizon që, dhe ky simbol simbolizon që ju keni nevojë për pakës më shumë balans në jetën tuaj. Dhe kjo mund të lidhet dhe me faktin për shembull balans punjet, mund të lidhet me faktin një balans emocionale, balans në dietë, balans në zakone të ndryshme që mund të keni dhe të mos keni për shembull zakone mbi ngrënie apo të punoni më shumë se sa duhet dhe të mos i kushtoni shumë rëndësi dhe kohë familjes apo njerëzve të zemrës, apo të punoni më shumë dhe mos i kushtoni rëndësi shëndetit tuaj, e shumë të tjera. Pra, kjo mund të përkthehet në 1001 mënyra dhe këtë po ju aloj ju në dorë, dhe është disa shembuj
ju a lë juve në dorë tani më që ta shikoni se si përkthehet në jetën tuaj specifikisht. Duke qenë se ky është një mesazh në grup dhe po mundojmë t'jap një temë të përgjithshme dhe secili prej jush mund ta përkthejë si nevojitet. Pra, lidhet komplet me këtë pjesën e balancës. Dhe ajo që ju keni si benefit, do thoja, është fakti që ndodheni në këtë muaj kaq të rëndësishëm që ka energjinë e balancës. Kemi hënën e re në peshore që në datë 21 që është një portal që do të sjellë balancë në jetën tuaj, kështu që këtu dhe tani uluni dhe reflektoni për të menduar se cila sferë e jetës suaj kërkon balancë. Dhe vetëm kaq që duhet të bëni. Thjesht të zbuloni, sepse në momentin që ju e dini dhe jeni të qartë çfarë mungon, zgjidhja është mos e bër. Kjo është filozofia ime, sepse në momentin që ju e dini se çfarë mungon, pjesa tjetër është thjesht rutinë, është thjesht diçka që do të bëhet, është e zgjidhur në mendje. Por ajo që vërtet mund të shkaktojë pakës probleme në fillim është ky konfuzioni që nuk e dini se çfarë mungon, nuk e dini se çfarë ka në jetën tuaj që nuk shkon, ju thjesht nuk ndjeni mirë. Por në momentin që ju e zbuloni është si një moment ndriçimi dhe ju jeni më të lumtur. Dhe çfarëdo që të jetë ajo gjë që ju duhet të ndryshoni, ju do ta bëni. Në lidhje me grupin e dytë që kishte simbol një gjete. Një gjete jeshile. Specifikisht jeshile. Pra kjo mund të lidhet me aspektin e shëndetit tuaj. Ndoshta duhet t'i kushtoni pakës më shumë rëndësi shëndetit. Ndoshta nëse nuk konsumoni çaj më përpara, çaji është vërtet kurativ. Dhe nëse për shembull keni probleme me tensionin, keni probleme të ndryshme shëndetësore, çaji vërtet mund t'ju ndihmojë. Nëse ju gjeni çajin e duhur specifikisht për këtë gjë që ju keni, vërtet mund t'ju ndihmojë. Dhe punon si me magji, dhe në fakt nuk është se është diçka shumë e shëndetshme, vetëm mos e teproni sepse ka disa lloje çajrash, për shembull nëse doni të dobësoheni, mund të dobësoheni me çaj. Por duhet të shikoni probleme të tjera që mund të keni shëndetësore, sepse jo çdo lloj çaji mund të jetë për shembull për ju. Personalisht e kam provuar dhe me çajin jeshil, nuk më shkakton disa probleme në organizëm, është shumë i shëndetshëm, është shumë i mirë, por ka shumë kafein dhe organizmi im nuk reagon mirë ndaj kësaj kafeine, sidomos nëse e konsumoj në mëngjes, që tentoja ta provoja dikur si një ritual për të pirë në mëngjes, por personalisht organizmi tim nuk i bën mirë. Ndërkohë që mamas ime, po të njëjti ritual, po i njëjti çaj, i bën shumë mirë. Dhe madje edhe ajo mundi të humte pesh me këtë lloj çaji. Unë nuk është se njësa për të humbur pesh, por ka benefite të tjera ky lloj çaji, gjithsesi organizmi tim nuk i shkaktonte dhe aq benefite. Prandaj po them që jo vetëm me çajin, me çdo lloj ushqimi me që u hap kjo temë, pra në dietën tuaj, mund të shikoni për shembull disa lloje dietash të shëndetshme, por me disa produkte që mund të shkaktojnë probleme ju. Dhe ndoshta jo dikujt tjetër. Për shembull tomatja mund të shkaktojë probleme me stomakun, dhe dikujt tjetër ajo i bën shumë mirë. Personalisht ky është prap një shembull që tomatja nuk është se më bën shumë mirë për stomakun dhe organizmin. Sado që është, mund të thuash, të tjerët e konsiderojnë si një ushqim të shëndetshëm apo jo. Pra jo çdo gjë që marketohet si e shëndetshme është e shëndetshme dhe duhet shikoni dhe të punoni me trupin tuaj, të dëgjoni trupin tuaj. Apo nëse ju nuk e bëni dot këtë, thjesht një vizitë, një konsulencë me një dietologe, ose të bëni intolerancën ushqimore nëse keni probleme me ushqime të ndryshme dhe nuk e dini, mund të keni probleme me glutenin, kjo është ajo që po më vjen tani dhe ju nuk e dini, apo me produktet e bulmetit, dhe ndoshta ju nuk e dini se mund të jenë shëndetshme për ju, por do të thënë në kuptim mund të duket të shëndetshme, por ndoshta juve ju shkaktojnë probleme. Gjithashtu, një mesazh tjetër që ka mundur të ndjej për ju është edhe fakti që ndoshta ka ardhur koha të çlironi diçka nga jeta juaj. Sepse në këtë sezon gjethet fillojnë dhe bien apo jo. Por zakonisht bëhen pakës të verdha dhe bien. Pra maturohen si të thuash dhe bien. Ndërkohë që ju po e mbani këtë gjeten jeshile
mezor, si të thuash, që ajo të qëndrojë shile dhe të qëndrojë në pemën tuaj, ndërkohë që ajo në këtë sezon është destinuar për të larguar. Dhe jo në një kuptim që të ndjehemi keq për këtë, sepse do të vi sezoni tjetër dhe gjethet do të çelin sërish. Por nëse kjo gjetje nuk largohet, nuk i lë vendin kësaj gjetje së re për të çelur. Kështu që ndoshta ka ardhur koha që ju të çlironi diçka, por që keni kohë që e mbani dhe nuk doni ta çlironi dhe doni që kjo gjetje të qëndrojë me pemën tuaj. Dhe kjo mund të jetë një diçka që ka lidhje me një marrëdhënie, me një zakon, ndoshta mund të jetë zakon lidhje me ushqyerjen, me që ne e morëm si shembull, pra zakon në lidhje me produkte që ju, për shembull, ju del që keni probleme me produktet e bulmetit, por ju i doni kaq shumë sa që doni t'i konsumoni, edhe pse keni probleme. Duhet të bëni një sakrificë të vogël për më të mirën e shëndetit tuaj. Nga ana tjetër, për shembull, keni një zakon që të shndroni në rrjetet sociale më shumë se sa duhet dhe të përdoroni kohën tuaj me gjëra që nuk është se ju rrisin në aspektin emocional, shpirtëror, mendor e të tjerë. Ndoshta duhet thjesht që nëse nuk e bëni në fillim që ta eliminoni fare, të shkurtoni kohën që qëndroni aty. Pra të shkurtoni kohën që shpenzoni në rrjetet sociale. Më pas, gradualisht, nëse ju mundeni ta bëni, mund ta eliminoni fare, nëse kjo është për më të mirën tuaj. Gjithmonë. Sepse ndjej tani që disa prej jush mund të thonë çfarë është duke thënë, si historion në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqen, vazhdoni. Unë po them për ata individ që janë gati të ndryshojnë dhe janë gati në të fazën që e dinë që kjo është për më të mirën e tyre, por nuk po e bëjnë dot. Dhe kanë ngecur në vend numëro sepse e dinë që duhet bërë, por e duan kaq shumë këtë gjë në tyre. Dhe është mos e normale, sepse është si të thuash, një pjesë e juaj apo largohet bashkë me këtë identitet të vjetër, bashkë me këtë zakon të vjetër, një pjesë e juaj apo largohet. Por mendoni gjithmonë që kjo pjesë që po largohet po i të vendin një mundësie që ju të bëheni një version i ri i vetes, dhe ndoshta më i mirë, më i updateuar, më i avancuar se sa keni qenë. Dhe ky është misioni i jetës dhe qëllimi i jetës, që ne vazhdimisht të bëjmë progres, vazhdimisht të rritemi, të zhvillohemi, të përmirësohemi, sepse duke ndelur në vend numëro, po mund të kalojë jeta edhe kështu, por nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe. Dhe sado që mund të duket e vështirë në fillim ky kalimi, do të çojë drejt momenteve të lumturisë, sepse kur ju të zbuloni këtë version të vetes që është kaq i përmirësuar, sigurisht që do të jeni të lumtur. Dhe do të thoni sa mirë që e lash këtë version, këtë zakon, këtë identitet të shkoj, sepse tani jam shumë herë më mirë se sa mund të kem qenë më përpara. Dhe për grupin numër 3, që lidhet me mesazhin e këtij stilolapsi të bukur me këto pendët, ajo që po ndi në moment, përderisa tham që ishte një stilolaps i së kaluarës, ju ndoshta keni nevojë që të rishkruani diçka. Pra nëse ju, kjo mund të jetë identiteti juaj, kjo mund të jetë diçka që ju doni të ndryshoni, pra jeta juaj në të kaluarën po e lëm ashtu siç është. Keni bërë çka keni bërë, keni qenë kush keni qenë, këtu dhe tani keni momentin dhe keni këtë stilolaps në dorë për të rishkruar se si dëshironi që ju të jeni, se si dëshironi që jeta juaj të jetë, se si dëshironi që karakteri juaj, fiziku juaj, zakonet tuaja të jenë. Dhe nga ana tjetër, ndoshta keni një letër dhe një mesazh dhe diçka që nuk e keni thënë dikujt nga e kaluara. Ndoshta duke qenë se pata dhe një sinjal nga çakra ime e fytit, pra kjo është një shenjë shumë e bukur që keni diçka që doni të komunikoni ndaj të tjerëve, por që e keni lënë pa komunikuar. E keni lënë këtë stilolapsin që të shndrojë aty diku si një figurinë e bukur, por pa e përdorur. Dhe ky është stilolapsi juaj magjik, që ju të mund të rishkruani këtë lloj vazhdimësie të jetës suaj. Por vetëm nëse ju tani më e kuptoni, dhe tani më e dini që ju keni këtë stilolaps në dorën tuaj për të ndryshuar mënyrën se si dëshironi që jeta juaj të shkojë, se si dëshironi që ju të shikojeni ndaj të tjerëve.
Sepse ajo që ne mendojmë për veten tonë dhe ajo që ne deklarojmë se jemi, ashtu do ta shikojnë të tjerët. Për shembull, nëse ju vishni bluzë të bardhë gjithmonë, pantallona ngjyrë kafe dhe atlete gri, po e marrin një shembull kot. Të gjithë dhe I vishni çdo ditë këto. Të gjithë do t'ju identifikojnë me këtë lloj veshje, me këtë lloj luku. Dikush mund të shikojë bluzën e bardhë dhe t'ju mbajë mend vetëm për atë, dikush pantallonat kafe, dikush atletet gri, dikush të treja. Dhe të gjithë do t'ju identifikojnë me këtë lloj veshjeje. Dhe ndoshta ju nuk e kuptoni se përse të tjerët ju identifikojnë, pa e kuptuar që ju I vishni këto veshje çdo ditë. Dhe sigurisht në momentin që ju e kuptoni, hey, pa prit pak, po unë I vesh këto çdo ditë, prandaj ata më thonë, për shembull djali me bluzë të bardhë apo me pantallona kafe. Dhe në momentin që ju vendosni një ditë, kaq e thjeshtë është. Thjesht të ndryshoni këtë lukun tuaj, veshjen tuaj, të vishni një bluzë gri, tuta gri dhe atletet e bardha. Të gjithë do të ngelen të shtangur për këtë ndryshim që ju bët dhe nëse ju vazhdoni dhe të ndryshoni çdo ditë apo thjesht të qëndroni besnik te ky realitet I ri, të tjerë do ndryshojnë këtë lloj koncepti që kanë patur për ju, djali me bluzë të bardhë apo me pantallona kafe, dhe do fillojnë të fokusohen tek luku juaj I ri. E njëjta gjë ndodh edhe me energjinë tonë, sepse kjo është ajo që unë doja të sqaroja, por e sqarova me një shembull të thjeshtë. Nëse ne identifikojmë veten tonë si viktim, apo si të pavlefshëm, të tjerë nuk duan të na dëgjojnë, si qoftë edhe mendje madh, qoftë edhe ndoshta jo dhe aq të bukur sa që mund të donim të ishim, atëherë të tjerët do të bëjnë të njëjtën gjë. Por në momentin që ju ndryshoni këtë dhe thoni, unë jam konfident, unë jam I vlefshëm, gjithçka që unë them meriton të dëgjohet dhe ka peshën e vet. Dhe është më se e vlefshme për të dëgjuar dhe për të vlerësuar për të tjerëve. Por pa pritur që ta bëjnë këtë, sigurisht, dhe të tjerë do të fillojnë që të pak nga pak gradualisht, sepse kjo mund mos ndodh me një herë, pra jo sapo të vishni këtë kostumin gri të tjerë do ndryshojnë. Kjo është ideja. Por gradualisht nëse ju qëndroni besnik ndaj kostumit gri, ju do të filloni që të ndryshoni edhe mendimin të tjerëve, pra kjo do të fillojë të ndryshojë dhe gradualisht do të ndryshojë. Tani po më vjen një shembull tjetër, prandaj u tova sepse kujdes do t'rregoj një shembull tjetër që do ta ndaj me ju tani. Pra, do të ndryshojë në mënyra se si të tjerët ju shohin. Dhe kjo lidhet shumë bukur dhe me bojën, pra që ne thamë ishte stili laps me bojë. Nëse ne hedhim një pikë bojë në një tas me ujë, sigurisht ky është identiteti juaj I ri. Dhe gradualisht do të fillojë pak nga pak të hapet, derisa uji të marrë ngjyrën pak si blu apo qielli. Dhe sa më shumë të shohim ne tek ky identitet dhe të jemi besnik, uji do të marrë ngjyrën blu, ngjyrën e bojës, pra ju jeni bërë ajo. Pra nëse ju keni patur ndoshta edhe një ngjyrë tjetër, ju mund ta largoni këtë ngjyrë tjetër dhe të vendosni një ngjyrë të re. Dhe uji që jeni simbolizohet ju apo emocionet tuaja, identiteti juaj, do të marrë këtë lloj ngjyre të re. Pra ju keni fuqinë që të manifestoni dhe të krijoni jetën tuaj, rrethanat e jetës suaj. Thjesht duhet jeni të vetëdijshëm që ju mund ta bëni. Dhe thjesht mos ta lini të stilolapsin pra këtë mundësi aftësi tuaja, që të shndrojë si një figurinë e bukur në tavolinë, siç përdoren tani më këto stilolapsat e vjetër. Por të dini se ju mund ta përdorni dhe madje të krijoni art me të. Këto ishin mesazhet për ju. Jam shumë e lumtur të di opinionin, që ju keni lidhje me këto mesazhe, sa rezonuan, a e përdorët ushtrimin e intuitës dhe te cili grup ju udhëzoi, apo I dëgjuat të treja dhe tani më ju e keni të qartë se cili ishte mesazhi apo grupi juaj. Do doja shumë të njihesha me gjitha këto dhe ju vë në dije që jam këtu për ju, mund të më kontaktoni. Faleminderit shumë për gjithë ata që më kontaktoni në email. Jam shumë e lumtur të ndihmoj dhe jam këtu për ju në çdo moment që ju të keni nevojë. Dhe kurdo që ju të jeni gati. Shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër. Mirupafshim.